Ky emision mundësohet nga Shëndetje Venar. Si e? Mirë, ju si kalut? Mirë që e premte duke ecë nëpër të tofë ku kemi vepru të di edhe thjesht desha një temë që në internet kam ulumtu për materiale rreth veprimtarisë tuaj, po s'kom pa shumë informacione, kështu që jene kohë të dur, njeriu i dur për ta diskutuar këtë temë. Faleminderit shumë Venar për mundësinë, fiks pari, edhe për faktin që edhe jemi një kohë më të gjatë, jemi bashkëmoshanik, do kisha thënë, po, edhe të di nga rrethina e Tetovës, është kënaqësi që këtë emision kaq të veçantë të ndin ta realizojmë në Tetovën tonë. Faleminderit. Shpresoj se kjo trafiku do të jetë herë e tjera do të jetë më i mirë, po mbi të gjitha ne duhet ta ambientohemi. Patjetër, po sot edhe koha me shi edhe dita ku përfundojnë me obligimet qytetarët, përfundojnë me oraret e punës dhe të gjithë shkojnë në shtëpi. Dhe vazhdojmë për në shtëpi, po besoj të kemi një bashkëbisedim të këndshëm ne dy, në interes dhe një informacion edhe të shikuesve tua. Po patjetër, tash Amirin të gjithë në Tetovë e njohin si ish drejtori i Spitalit të Tetovës, pasi Spitali i Tetovës është një ndër pikat më të dhimbshme të gjithë qytetarëve të Tetovës, edhe unë paraprakisht jam konsultuar me 2 doktorë. Edhe pam me se diti informacionin ata se kush do jetë në emision, thjesht i kom pyet mi krahasojnë drejtorët e kohëve të kaluara, edhe më kanë thonë se Amiri ka qenë një ndër më të mirët. Nuk e thon për se s'ka asnjë interes prej teje. Thjesht duhet ta themi edhe të mirën edhe të keqen. Atëherë, unë ndjej falenderim në qoftë se është një vlerësim i dy mjekëve me të cilët kam pasur mundësi ndoshta edhe të bashkëpunoj në Spitalin Klinik Tetovës, përderisa unë kam qenë drejtor. Më duhet të them se ishte një periudhë relativisht të shkurtër, koha kur unë menaxhoja me Spitalin Klinik Tetovës, një kohë vështirë, domethënë ishte në dhjetori i vitit 2021 kur kam marrë detyrën dhe pastaj jam shkarku në mars të 2023 për shkak të situatave gjithnjë politike dhe jo të motivuara dhe të mbështetura në ligj. Gjithsesi, ka qenë një përvojë e bukur. Në Spitalin Klinik Tetovës kam pasur njerëz punëtor të motivuar, një ashtu në bazë të mundësive dhe kapaciteteve të mia, kemi arritë që edhe të bëjmë punë për Spitalin Klinik të Tetovës, gjithsesi edhe menaxhuesit tjerë pas meje kanë pasur të njëjtin angazhim, secili në pjesën e vet dhe mbas mundësive të veta. Edhe një herë ndjehemi përmbushur dhe ndjej kënaqësi që ky është një vlerësim i dy mjekëve me të cilin ta kanë thënë, akoma mbaj raporte shoqërore dhe kolegiale me të gjithë të punësuarit atje, ndonjëherë takohemi rrugës, përshëndetemi në Tetovë, ndonjëherë për ndonjë hall, ndonjëherë për ndonjë festë, për ndonjë urim. Dua Spitalin Klinik të Tetovës ta shoh duke përparu dhe mendoj se me ndihmën edhe të Ministrisë së Shëndetësisë edhe të qeverisë me këtë premtim që po bëhet për investim diku të rreth 70 milion euro, do të forcojnë kapacitetet e spitalit, sepse me të vërtetë Tetova dhe rrethina kanë nevojë për shërbime cilësore shëndetësore. Shpresoj se nuk do të mbetet veç premtim prej qeverisë, edhe pse nuk është direkt obligimi. Ky është backgroundi që mendova për ty, ta njohin njerëzit personin që e kam në mision. Unë do tash ta di domethënë cili është funksioni jot tash për të gjithë njerëzit që unë normalisht e di, cili është pozita që udhëheqin në sesion. Domethënë aktualisht jam duke udhëhequr me Institutin për Mjekësi të Transfuzionit të Gjakut në Shkup. Është një institucion i cili është i shtrirë në nivel të gjithë shtetit dhe përfaqësohet me 3 qendra regionale, Tetovën, Manastirin dhe Shtipin, të cilat janë nën kupolën e Shkupit si qendër kryesore, mirë po
Në vete këta 3 qendra kanë të përfshira edhe 22 qendra tjera në qytete më të vogla, gjithkund ku ka spitale klinike apo të përgjithshme, me të cilat ju jepen shërbime spitaleve klinike në kuptim të sigurimit të sasive të gjakut dhe të produkteve gjakut për pacientët të cilët kanë nevojë. Është një institucion i nivelit të lartë ku aplikohen standardet që aplikohen gjithkund në botë dhe në shtetet e zhvilluara. Më duhet ta them që një lloj satisfakcioni edhe imi, por edhe i gjithë punonjësve të Institutit të Transfuzionit Gjakut është se jemi edhe të akredituar nga qendra dhe nga auditet të ndryshme të jashtme, gjë që dëshmon për nivelin e shërbimeve të cilat i japim dhe sigurisë produkteve të gjakut të cilat ne japim për klinikat. Tashmë një periudhë edhe diplomatët e huaj dhe delegacionet huaja të cilat janë në shtetin tonë është e sigurt që të marrin produkte të gjakut nga instituti jonë, ta kemi parasysh dhe të njësojnë të gjithë kriteret e atyre. Po. Se ata kanë kriteret kërkesat në baje. Bukur të mira, domethënë vetëm sa për informim, më përpara desht për këtë lloj shërbimesh dhe për diplomatët sigurohet gjak dhe produkte gjakut nga Selaniku si qendër më e afërt, mirë po tashmë e ofrojmë edhe ne këtë shërbim dhe gjithsesi ka plot hapësira për të ngrit niveli dhe për të qenë në hap me kohë, si në çdo profesion tjetër kuptohet, dhe ne i ndjekim risit në përbot dhe mundohemi që ti implementojmë në kuadër të mundësive tona. Struktura organizative, sa e kuptoj unë, është ju raportoni të Ministria e Shëndetësisë, apo? Kemi një lloj pavarësie sa i përket funksionimit ton, mirë po gjithsesi ne jemi në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, sepse është obligim ligjor që Ministria të përkujdeset për të gjitha institucionet shëndetësore në vend dhe në përgjithësi është obligim edhe kushtetues edhe ligjor që të përkujdeset për shëndetin e gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj, ju në përgjithë qytetet nuk keni nën kupolën e drejtorive, spitaleve, do të thonë nuk në shembull Tetov transfuzioni nuk është pjesë e spitalit, por është pjesë e institutit tuaj. Po, domethënë ne jemi të pavarur sa i përket spitaleve, mirë po bashkëpunojmë dhe funksionojmë bashkë me spitalet, shkakut se spitalet kanë nevojë, sidomos pjesa e kirurgjisë, për produktet e gjakut që janë mëse të nevojshme për ndërhyrjet kirurgjike. Në shembull tjetër është qendra klinike e Shkupit ku edhe spitali onkologjik të sëmurët me kancer marrin gjak dhe produktet e gjakut prej nesh, edhe klinika e hematologjisë, por edhe të gjitha klinikat në kuadër të qendrës klinike të Shkupit, por edhe spitalet tjera në vend, sigurojnë gjak dhe produktet gjakut nga institucioni jonë, kështu që ne jemi në bashkëpunim dhe në kuadër të një sistemi të përbashkët shëndetësor, me të vetmin qëllim që të shërbejmë pacientëve. Okej, këto pyetje i bëj për ta kuptuar unë, normalisht se nuk e di si funksionon, po gjithashtu edhe qytetarët. Ju me fjalë tjera ju jeni bank për gjak. Po, mund t'i themi edhe ashtu. Po, edhe ruani gjak të gjitha llojeve për qytetarët. Tash nëse ka ndonjë katastrofë humanitare, krizë të madhe, a jeni ju të përgatitur gjatë gjithë kohës? Më do të them që po, jemi të përgatitur për çfarëdo lloj situate, sepse disponojmë me sasi të mjaftueshme të gjakut dhe të produkteve të gjakut në kuadër të institucionit tonë. Sa për informacion për shikuesit, domethënë eritrocitet, qelizat e kuqe të gjakut ruhen diku te 35 ditë. Plazma e gjakut ruhet 1 deri në 3 vite, kurse trombocitet ka një gjatësi deri në 5 ditë. Dhe në kuadër të këtyre informacioneve ne disponojmë me sasitë mjaftueshme për pacientët të cilët kanë nevojë. Për situatat të cilat i përmende,
ne kemi ndërmarrë hapa dhe iniciativa konkrete. Më duhet ta përmendi që në Prag dhe disa muaj para fatkeqësisë në Okolçani, me iniciativën time dhe të ekipit dhe të stafit tim, është përgatitur një verzion i një procedure në rast se ndodhin fatkeqësi të ndryshme natyrore, por edhe fatkeqësi të tjera të paparashikueshme, që t'jemi në nivel të përgatitjes dhe në nivel të gatishmërisë për të përballur me këtë situata. Dhe këtë draft dokument ne kemi paraqitur te Ministria e Punëve të Brendshme dhe te Ministria e Mbrojtjes, shkaku se duhet çdo kush të di mënyrën dhe se si i bën hapat e mëtitjeshëm për të siguru gjak dhe produkte gjaku për qytetarët në nevojë. Dhe jemi afër përfundimit të këtij protokoli, të cilin duhet ta nënshkruajmë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes, gjithmonë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe të jemi të gatshëm, mos dash zoti që të kemi kështu lloj situatash, mirë po ne do të jemi në nivel dhe në gatishmëri për kështu lloj situatash, se si duhet menaxhojmë me këto. Në situata e Koçanit ishte një fatkeqësi për masave të mëdha, mirë po konkretisht institucioni jon ishte i gatshëm që të përmbush nevojat e atyre pacientëve të cilat trajtoheshin fillimisht në klinikat e Shkupit e më pasaj u transferuan edhe nëpër qytet. Jashtë vendit u transferuan, ne edhe pse kishim edhe një situatë tjetër që qytetarët vetë u ofroheshin në qendrën tonë për të dhuruar gjak, duke pasur parasysh momentin që ndodhi dhe situatën, edhe kjo është për të përshëndetur sepse vërtet u treguan human qytetarët, mirë po ne bëm apel që mos të vinë shkaku se kemi sasi të mjaftueshme dhe në rast se do kishte nevojë ne gjithsesi se do të apelonim për të ardhur për të dhuruar gjak. Kjo është ajo sa i përket situatave të tilla me të cilat si thaj zoti që mos përballemi, mirë po ne do të jemi gjithmonë të gatshëm dhe në nivel Gatishmëria juaj është 24/7, apo patjetër. edhe jeni të organizuar me ndrime që t'jeni çdo herë të përgatitur që të ndihmoni. Qytetarët tash nga ana jon, si mund ne, domethënë, a ka një kulturë dhënjes gjakut? E mbajmë ne institutin tuaj me gjak gjatë gjithë kohës, gjak të freskët edhe a jemi ne ata që e mbajmë? Apo duhet për herë të informoni dhe të edukoni? Atëherë unë bëha t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj qytetarët që janë të gatshëm, të disponueshëm që të vinë dhe të dhurojnë gjak vullnetarisht. Është një dhurim vullnetar i gjakut, nuk ka asnjë lloj levërdije tjetër qytetari përveç satisfaksionit të asaj që ndihmon një pacientin në nevojë. Nga vitet që menaxhoj unë, domethënë vit pas viti rritet numri i dhuruesve dhe kjo është një gjë që duhet ta përshëndesim. Për këtë vit kemi caktuar një qëllim vetes ne si institut që të arrijmë shifrën e 60.000 dhuruesve dhe jemi shumë afër përmbushjes së kësaj. Dhe ka një kulturë të dhurimit gjakut tek qytetarët, mirë po duke pas parasysh që nevojat e pacientëve dita ditës shtohen dhe kemi kërkesa të mëdha, mirë po edhe mjekësia avancon dhe bëhen procedura të ndryshme, sidomos pjesa e transplantimeve janë ndërhyrje të cilat kërkojnë që kirurgët jenë në sallat e operimit një kohë më të gjatë, janë intervenime të cilat janë multidisciplinare, të themi, dhe kërkojnë edhe sasi më të mëdha të gjakut, por për fat të keq kemi edhe rritjet numrit të sëmurëve me kancer, sëmurë onkologjik, edhe ky numër determinon atë që të duhet apeli të jetë i vazhdueshëm dhe qytetarët të përgjigjen pozitivisht
thirrjes tonë për të dhuruar gjak në mënyrë vullnetare. Edhe njerë i falenderoj për angazhimin dhe për faktin që i mbajnë sasitë e gjakut dhe produkteve gjakut në nivelet të kënaqshme në institutin tonë dhe gjithmonë ne jemi të gatshëm që t'i furnizojmë klinikat dhe spitalet me gjak. Nëse unë dua të vit gjak të ju, sot kushte duhet t'i plotësoj? Mos pi drogë, mos pi alkool. Atëherë fillimisht ka një ligj të posaçëm për gjakun dhe për produktet e gjakut që i përfshin gjitha këto. Mirë po në pika të shkurtëra do të elaboroj se fillimisht duhet të jesh i moshës madhore, do të thotë. Okej, 17 vjet e 6 muaj është para kushti, 18 vjet i themi, dhe më pastaj duhet të jesh i shëndetshëm, të gëzosh shëndet të plot. Edhe atë plotësoj. Edhe atë e plotson, gëzohen, edhe ta kesh edhe dëshirën dhe vullnetin e madh që t'i ndihmosh një pacienti ose 3 pacientëve, po të jemi më saktë, sepse kur do fraksionohet gjaku që e ke dhuruar, do ndahet në trombocite, do ndahet në eritrocite edhe plazma, dhe do të mund t'ju ndihmosh 3 pacientëve në nevojë. Kështu që këto janë parakushtet e përgjithshme, ti themi. Më pastaj ka një pyetësor të cilin duhet ta mbushin dhuruesit kur vinë te pikat tona ku grumbullojnë, te ku japin gjak dhuruesit, e mbush pyetësorin dhe bëhet një ekzaminim nga ana e mjekut ku ekzaminohet dhe kontrollohet pacienti për sasinë, më saktë për nivelin e hemoglobinës, sepse anemikët domethënë nuk janë kandidat ose për të dhuruar gjak, dhe më pastaj matet edhe presioni i gjakut apo shtypja e gjakut, dhe nëse krejt këto procedura janë në rregull, vazhdohet me dhurimin. Dhurimi i gjakut është një procedurë pa dhimbje, vetëm domethënë ajo pjesa e gjilpërës dhe fillimit të procedurës ndoshta është pak Për dikën e dhimbshme, ashtu e shpjegojnë, por dikën tjetër ajo është shumë individuale. Mirë po është një procedurë pa dhimbje, pa komplikime, pa efekte anësore, ndërsa përparësitë shëndetësore të një dhuruesit janë të shumta. Duke filluar nga sistemi kardiovaskular, është e vërtetuar në kuadër edhe të kërkimeve të fundit të mjekësisë se 12% janë më pak të rrezikuar për sëmundje kardiovaskulare dhuruesit e gjakut, po ashtu edhe sëmundje të tjera të cilat parandalohen duke qenë dhurues i gjakut. E mos flasim për mbushjen edhe psikologjike të një dhuruesi kur e din që ka me ndihmu një pacienti. Domethënë, kjo është një benefit për dhuruesin, një benefit për pacientin i cili e merr këtë gjakun, dhe me të vërtet dhuruesit tanë të rregullt janë të mësuar më që vinë vullnetarisht kurdo që normal edhe aspektet tjera të organizimit edhe tjetës familjare dhe shoqërore u lejojnë, por edhe të punës, sepse është një implikim edhe në procesin e punës. Një ditë duhet del nga puna të dhuron ose mundet edhe mas orarit, është çështje e organizimit individual, dhe vinë vullnetarisht japin gjak. Sa herë në vjet mund të japësh gjak dy herë? Jo, më shumë. Atëherë për meshkujt lejohet që në 3 muaj të japin gjak, dhe i thonë 4 herë në vit, kurse për femrat është 3 herë në vit. 4 herë. Unë e shoh një familje që e kam, ajo është shumë i shëndosh, është 90 vjet. Diku është shumë i shëndosh, ama është një ndër ata që kanë numër shumë të madh të dhurimeve të gjakut, ndoshta edhe kjo ka ndikuar. Sigurisht që po. Domethënë ne kemi evidencë elektronike të të gjithë dhuruesve të gjakut. Është një sistem i sofistikuar elektronik dhe një database jona, e cila është në përputhje me të gjitha rregullativat edhe europiane edhe botërore. Çdo dhurues jon regjistrohet në këtë sistem. Regjistrohet nga cili krah ka dhuruar, cili ka qenë
infermieri apo infermierja që ka bërë punksionin, saktë matet në peshore se sa mililitra është marrë, sa ka qenë koha, dhe më thonë disponon me peshore të cilat janë fjala e fundit e teknologjisë të integruara dhe të lidhura me këtë sistem informatik, i cili na jep të dhëna të sakta për çdo dhurues. Një ashtu edhe numri i dhurimeve sa ka dhuruar çdo dhurues, do të thonë të gjitha regjistrohen, dhe kemi në plan që gjatë fundit të këtij viti dhe fillimit ose 6 mujorit të vitit të ardhshëm të realizojmë edhe një aplikacion për smartphone-et, për celularet, ku çdo dhurues do ketë në aplikacion një profil të vetin, sa herë ka dhuruar histori, dhe krejt historinë, në shkaku se ta kemi parasysh për mua ishte shumë e vjetra e metoda me ato librezat e vjetra dhe mu duk një qasje shumë e vjetër dhe gjithmonë dëshiroj që të kemi një qasje dhe shumë përpara drejt inovacioneve dhe kemi në hap edhe me kohën dhe me atë ndrimin e gjeneratave i cili vjen në shtatje për gjeneratave reja në shoqërinë tonë. Kjo mendoj se do t'jetë një metodë stimuluese edhe për të rinjt që çdo herë të kenë një qasje të numrit të dhurimeve të tyre, pse jo, mos bëhet edhe një garë në aspekt pozitiv se kush sa herë ka dhuruar gjak, në bazë të evidencave kemi dhurues që kanë dhuruar edhe 100 herë gjak. Kjo flet për ato se pikë pari ata njerëz kanë gëzuar shëndet të plot, sepse e them unë e thonë shumë të tjerë, dhurimi vullnetar i gjakut është privilegj i njerëzve të shëndetshëm. Ti ke gëzuar një shëndet të plot, e me që ke qenë javë të dhurosh atë shumë shpesh në gjak, me ke ndihmuar pacientëve. Jemi në hap me kohën, në mundohemi që t'i stimulojmë sidomos të rinjt, janë pjesa më vitale e shoqërisë tonë, janë të shëndetshëm, janë aktiv, sigurisht që edhe t'i themi gjaku i tyre është cilësor dhe i përmbush të gjitha normat të cilat kërkohen për pacientët në nevojë. Duam që dhuruesit të jenë, sidomos kjo pjesa e rinisë, të aktivizohen dhe të krijohet një shprehi e dhurimit të gjakut. Sa po e ke fituar një gjak dhënës të ri, në plan, si është nuk kam ditë procesin, kam bënë gjak si shkollë të mesme, kemi shku një të kryqikuq, edhe në fakultet kishte aksione atër, po gjatë ati proces ke më shumë pëlqej në fund kur të dhanë çokoladë. Sigurisht edhe kjo është një metodë ku ne i falenderojmë i dhuruesit, por është edhe në guidelines që duhet pjesën e dhurimit e gjakut, sidomos pas dhurimit të merr lëngje. Ne ju ofrojmë një lang, një pije, ujë dhe çokoladën, ndonjëherë croissant apo pavarësisht për asaj që çfarë mund të sigurojmë është një aspekt tjetër që ky lloj ushqimi falenderues, domethënë thënë të jetë në suaza të përmbushjes edhe kritereve të tjera, por edhe dallimeve që janë. Disa njerëz nuk konsumojnë mish, disa njerëz ne mundohemi që të bëjmë një produkt më universal, që të jetë një ushqim falenderues dhe dhuruesit praktikisht të marrën lëngjet e nevojshme pas dhurimit të gjakut. Duhet të them që pjesa e lëngshme e gjakut rikuperohet për brenda 24 orëve pasi dhurojnë, ndërsa eritrocitet u duhet dhe pjesës tjetër të qelizave të gjakut u duhet rreth 1 muaj, kështu që nuk ka asnjë lloj dëmi në aspekt shëndetësor, por dhuruesit e gjakut nuk ka asnjë efekt anësor. Kështu që edhe ajo çokoladë që i ke pas si moment që e ke mbajt mend, sigurisht që nuk është motivim. Duhet ta përmendi këtë që tek të punësuarit ju takojnë edhe dy ditë lira. Dhe kjo ndoshta është një motivim për dikë që dhuron gjak dhe i merr 2 ditë lira nga puna, mirë po, unë jam iftar i asaj dhe mendoj që dhuruesit fillimisht të kanë përmbushjen dhe satisfaksionin e asaj që po i ndihmojnë pacientët, dhe më pastaj vin kjo pjesë e çokoladës dhe kjo ditë të lira arrivesh më marr, po thjesht do ta vazhdoj pjesën e humorit në 12 muajt e ardhshëm valla. Nga unë gëdojmë që të dhuruesi janë, po dhe çokolada të hynë.
Njeri edhe kur është 34 vjeç, si unë duhet të edukohet të gjithë kohës. Kjo është një edukim për mua, pastaj edhe për krejt tjerë. Fjalën se di si mund ta politikan nuk jo më fjalën e bë. Që mund ta shohësh edhe në direktorin e informacioneve që kemi, do të pres në momentin që do dhurosh, do vi dhe do të takojsh, do t'jap një kafe, do shihemi shkaku se venar je dhe fytyrë publike. Unë dua këtë ta përmend që ne kemi bërë edhe një iniciativë që t'i përfshijmë fytyrat publike në dhurim të gjakut, me vetëm qëllim që të promovohet akti i dhurimit të gjakut në popullsinë tonë. Dhe kjo ka pasur fritet e veta, duke i parë bilancet dhe duke parë numrin e dhuruesve për brenda këtij viti që po e mbyllim. Kemi rritje, të më thënë, kjo është një gjë pozitive, ka pasur efekt fushata jonë duke i përfshirë figurat publike në këtë, dhe sigurisht që gazetar, mjek, sportist, të gjithë janë përfshirë pa dallim. Kjo vazhdon dhe akoma në kuadër të institutit tonë, vullnetarisht promovohet një iniciativë e cila ndihmon njerëzit dhe është mirë që kur të vish të dhurosh gjak, të takohemi bashkë të pijmë kafe, do të jesh njëri nga promotorët e kësaj fushatës tonë, me vetëm qëllim që të kemi numër sa më të madh dhuruesve dhe të jemi të gatshëm. Po tash ne do vazhdojmë me një edukim tjetër që ka lidhje me mënyrën se si e realizojmë në emisionin. Thjesht Amir tregon edhe ti gozit, cilët gabimi jot që ti dhe nuk e përdorën më, në fakt nuk e bën më ose je edukuar ose po. Thjesht është kjo për sensibilizimin e qytetarëve që e kemi detyrë në të ditave. Atëherë po mundon kujtoj një moment edhe pse si pozitës mundohem që t'jem i përpik t'i rregullt në atë pjesën që u përmbahem rregullave të qarkullimit të komunikacionit. Mirë po, këtu me që ma bën këtë pyetje, më duhet ta përmend një rast që pa vetdije, duke ngushtë e ditën si kemi në Tetov, të ndalesh diku të marrësh një kafe me vete dhe të vazhdosh rrugën, jam dalë afër një kafe ku zakonisht marr një kafe me vete dhe aty ka qenë vendi i shënuar për personat me nevoja të veçanta ku parkohen, dhe unë jam parkuar pikërisht në atë vend. Dhe duke marrë kafe normal do të takosh dikë që një dhe ndoshta edhe ndalesh 5 minuta ose 10, nuk kam pasur përshtypje se sa kohë jam vonuar dhe dal jashtë, domethënë, për të vazhduar punën dhe rrugën, shoh kam dënim dhe për parkim në vend ku është i paraparë për njerëz me nevoja të veçanta. Sigurisht që kam shku deri në fund procedurës, nuk kam bërë asnjë lloj telefonat, asnjë lloj thirrje, sepse ka qenë një gabim imi i pavetdijshëm, por më duhet të them që më ka disiplinu dhe jam shumë i kujdesshëm ku parkohem, që në ato vende të cilat janë të shënuara për persona me nevoja të veçanta apo në vendet që janë të shënuara për kalime për kombësor apo vende ku nuk është ndaluar parkimi, jam i kujdesshëm dhe nuk parkoj në ato vende. Kam paguar gjobën dhe kjo ka qenë një formë të cilën ka ndikuar që unë të jem më i kujdesshëm në komunikacion dhe në respektimin e rregullave të komunikacionit. Shumë mirë, Amir, shumë faleminderit për krejt këtë edukim që e kemi dhënë. Fakti e ke dhënë edhe kam asistuar në atë pjesën me aq informacione sa kam. Është kënaqësi që janë emision, mënyrën se si e elaborove ishte perfekte, mendoj se e kemi ecë atë shkallët e informimit korrekt për të gjithë dhe besoj se do rritet numri i dhuruesve të gjallë. Të faleminderit Venar për mundësinë edhe një herë, dhe besoj që kjo ka pasur një lloj impakti dhe do të ketë tek shoqëria jonë, që të edukohen, që të bëjnë dhurues të gjakut dhe të ndihmojnë pacientë edhe shoqërisë. Gjithmonë jam i gatshëm për çdo lloj iniciative dhe mundësie që të jepet, që të flasim bashkë, të diskutojmë bashkë, dhe për mua ka qenë një ftesa jote, ka qenë një lloj kënaqësie që të jem me ty në emision, dhe për faktin që është një formë krejt tjetër e organizimit të emisionit, dhe ishte kënaqësi që isha pjesë. Faleminderit shumë.